dhe Zot Allahu në Kur'an na drejtohet me 3 ajete ku na këshillon që t'i friksohemi atij. Në ajetin e parë, mbas kësaj këshille, vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Musliman të mirë dhe musliman të vërtet. Po ne vdekin se kemi në dorë, duhet t'i rish gati gjithmonë. Duhet t'i jesh në kujdes të vazhdueshëm me fjalët, me veprat, me sjelljet, në mënyrë që kur të vi, t'i jesh i përgatit. Kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që po t'i thoshë ndonjërit prej tyre sot do të vdesësh apo nesër do të vdesësh, nuk kishte se çfarë të shtonte në veprat e tij. Unë nuk e di se po të na ndodhte neve një gjë e tillë, po të na thoshe për shembull nesër do të vdesësh. Besoj se nuk do të mjafton 24 orë që ne të lajmë e të lyjmë haqet, e të shkruajmë borxhet, e të përmenim sikletet e kështu me radhë. Ndërsa ata thotë sikur ti thuash ndonjërit prej tyre do të vdesësh nesër, nuk kishte se çfarë shtonte në veprat e tij. Domethënë korrektësi.